eksportet në Shqipëri janë trefishuar nga viti 2013 në vitin 2024. Në vitin 2013, totali eksporteve shqiptare ka qenë 2.8 miliard lek, 2.8 miliard euro. Ndërkohë që në 2024 eksportet janë 9.1 miliard euro. Ndërkohë, nëse do t'i referohemi eksportit të madrave, ato janë rritur nga 1.1 miliard euro që ishin në 2013 në 1.7 miliard euro në 2024, ndërkohë që eksporti i shërbimeve është katërfishuar nga 1.7 miliard euro që ka qenë në vitin 2013, sot janë 7.4 miliard euro. Si përfundim, përqindja e rritjes në zbritje është më e lartë se rritja e zbritjes të zbritjes në rritje. Kaq. Jo, të rregull, kaq. Jo e mora veshëm, se përdon, vetëm paret ku shkojnë, pa e din, paret ku shkojnë, paret. Fani, po nuk është kompetenca ime.